Pas shkarkimit si ministre jashtme dhe pas mungesës së saj në seancë ku votua kundër heqjes së imunitetit të Belinda Ballukut, Elisa Spiropali ka tërhequr vëmendjen brenda Partisë Socialiste. Pas zërave sa ju pati debate dhe me kryeministrin Rama në mbledhjen e fundit të grupit parlamentar, Spiropali ka sqaruar pozicionin e saj përmes një postimi në rrjetet sociale. Heshtja nuk është një mungesë përgjigjeje, është një kufi vendosur mes asaj që duhet thënë dhe asaj që duhet kuptuar, sepse në një kohë kur gjithçka kërkon të shpjegohet, rrezikojmë të humbasim kuptimin e vetëpërgjegjësisë. Duke bërë të qartë se kjo nuk është një çështje personale, Spiropali vëren se mungesa debatit sjell probleme që meritojnë vëmendje. Debati nuk zhduket, ai shtypet, dhe kur shtypet nuk krijon qetësi, por grumbullim të padukshëm tensioni. Dhe pikërisht aty ku debati zëvendësohet nga dakordësia e heshtur, meritokracia fillon të përmendet si parim, por nuk funksionon më si praktik, sepse ajo kërkon një drejtësi që nuk pranon kompromise me rahatinë e pushtetit. Spiropali nënvizon se për një politikan është e rëndësishme të fitojë jo vetëm rezultate në punë, por edhe respektin e njerëzve. Fitoria nuk merret, ajo provohet. Meritohet kur njerëzit nuk të ndjekin nga frika, por të besojnë nga bindja, dhe kur largohesh mbetet respekti, jo vetëm rezultati. Në fund, ligjvënësja socialiste thotë se nuk ka folur për veten sepse kjo nuk është histori që fillon e mbaron me një individ. Spiropali e mbyll postimin duke thënë se në një moment kur gjithçka kërkon zë, heshtja bëhet forma më e fortë e fjalës.